Sot është një datë e shënuar në historinë kombëtare të shqiptarëve, por një datë e shënuar dhe në historinë e Aleancës Atlantikut Veriut, aleancës ushtarake politike më të fuqishme të kohërave. Si sot, 27 vite më parë, Aleanca ndërmori ofensiven ajrore më të fuqishme pas luftës dytë botërore kundër regjimit të Slobodan Miloševićit, genocidit serb në Kosovë dhe bëri të mundur me sulmin e saj çlirimin e Kosovës nga pushtuesi barbar serb. Ndaj dhe sot, çdo shqiptar përullet me mirënjohjen e pakufishme për Aleancën e Atlantikut të Veriut, për komandantin, herojin kombëtar të shqiptarëve, presidentin Bill Clinton, që udhëhoqi me aq vendosmëri si presidenti i Shteteve të Bashkuara Aleancën në atë betejë më të fuqishme për lirinë, të drejtat njerëzore dhe çlirim kombëtar. Sot, thirrja ime për Aleancën e Atlantikut të Veriut, Shtetet e Bashkuara, qeverinë, është pranimi i Kosovës si anëtare e NATO-s. Kosova e lirë është një nga rezultatet më madhore të historisë së NATO-s. Kosova anëtare e NATO-s është vendi më i merituar i kësaj republike, por dhe në rrafshin gjeostrategjik, kufiri i NATO-s duhet të jetë kufiri i Kosovës në këtë zonë. Dhe antarësimi i Kosovës është një mesazh i kufirit të thana për Putinin dhe ambicjet e tij në Ballkan. Është një kundërpërgjigje shkëlqyer që u jepet përpjekjeve të pandërprera destabilizuese, ambicjeve të hershme imperiale që përfaqëson sot Vladimir Putin. Ndaj dhe uroj që Aleanca në këtë përvjetor të konsideroj në mënyrën më serioze antarësimin e Kosovës në gjirin e kësaj aleance, e cila është një aleancë politike dhe ushtarake, por sot në rrafshin politik, Kosova është frymëzim për të gjitha vendet e rajonit, mbasi funksionimi i demokracisë dhe i ekonomisë së tregut në Kosovë janë më të garantuara se në çdo vend tjetër. Kështu që uroj dhe shpresoj i bëj thirrje Kongresit të Shteteve të Bashkuara të shqyrtoj në mënyrën më të vendosur antarësimin e Kosovës në Aleancën e Atlantikut të Veriut.
Partia Demokratike këtë nisë nëpërmjet përfaqësuesve të saj në delegacione të asamblesë ose opozita të asamblesë parlamentare të NATO-s do ta çojë më tutje. Ne besojmë se Kosova, antare e NATO-s, është një kontribut dhe më i madh për paqen, stabilitetin në rajon, për sigurinë e rajonit dhe të hapësirës euroatlantike. Faleminderit. Por unë jam këtu përsëri për një çështje madhore. Nafta në Shqipëri është ndruar në një instrument të tiranisë ndaj shqiptarëve, në një instrument të çmimeve stratosferike, të paksimit të racionit ushqimor në Tovolina, të çmimeve stratosferike, të largimeve të tyre nga Shqipëria. Çmimi i naftës në vendin ku gjenden fushat më të mëdha në Europë naftëmbajtëse në det, jo në det, në tokë, siç është Marizi, Patos Marizi, me 6 miliardë fuqi. Çmimi i naftës në vendin me një seri portesh për importin. Në Shqipëri, ky çmim te i kalon me 60% çmimin e naftës në Maqedoni dhe në Kosovë. Shkaqet e këtij çmimi të lartë para zgjithash dhe mbi gjitha lidhen me ngarkesën absurde të pamshirë fiskale mbi litrën e naftës që Edi Rama ka vendosur. Disa janë faktorët më kryesorë të këtij çmimi, por në mënyrë absolute, 2 prej tyre që përcaktojnë në masë 90% të çmimit të lartë janë qeveritar dhe vetëm qeveritar.